Brunilda Zguro është një nga artizanet më të njohura të qytetit të Korçës. Prej më shumë se 40 vitesh ajo realizon punime me grep, shtizat e zgjallë dhe qëndisje, duke mbajtur gjallë një nga traditat më të vyera të qytetit. Dashurinë për këtë zanat ajo e ka trashëguar nga gjyshja dhe nëna e saj. Rreth 40 vite që unë merrem me punimet e dorës, duke krijuar dhe vazhdoj të krijoj akoma. E trashëguar nga? Nga gjyshet e mamaja ime. Fillimisht punimet ishin të përqendruara në kërkesat e korçarëve dhe jo vetëm, duke realizuar mbulesa, perde, çarçafe, punime të tjera dekorative për banesa, hotele dhe bujtina, të cilat vlerësoheshin për cilësinë dhe punimin artizanal. Fillimisht ka qenë kërkesa për në shtëpi. Pasi u furnizuan gjithë shtëpitë me këto motive, me këto punime, ne fillon t'i kthejmë në veshje, pasi kërkesat janë më të shumta për veshje. Me kalimin e viteve, Brunilda Zguro e zgjeroi krijimtarinë e saj duke realizuar edhe veshje të punuara me grep, shtiza apo dhe teknika të tjera tradicionale. Me zbukurime, me temina, me shtiza, me gjilper, me qëndisje, makrame, të gjitha llojet e punimeve i kemi futur në veshje. Dhe të zgjaun madje, dhe qëndisjet e mbulesave i kemi futur në veshje. Tani po kthehet së fundi gjithçka në përditshmëri. Për të mos lejuar humbjen e këtij zanati, ajo punon edhe me një grup vajzash të reja, të cilave u mëson teknikat. Po kur janë gjëra të mëdha dhe janë me copza, unë mundohem t'i bëj me disa gra, me disa artizane që unë bashkëpunoj dhe realizojmë në një kohë më të shpejtë, se punimet duhet të punojnë edhe në kohë të shpejtë. Ti bën porosinë do më shpejt, detyrohem të vëmë në punë disa veta që ta përfundojmë më shpejt. Korça dhe fshatrat e saj turistik si Voskopoja, Drenova dhe Boboshtica vijojnë të jenë qendra të rëndësishme të artizanatit tradicional. Në këtë zona veprojnë edhe artizanë të tjerë që merren kryesisht me punimet në tezgja, duke mbajtur gjallë një traditë që vazhdon të jetë pjesë e identitetit kulturor të krahinës. Unë kam trashëguar dhe vazhdoj t'ia ulej goxha brezave më të vegjël se unë, se nuk dua që Korça ta humbas këtë traditë.